Miq të nderuar, mirë se erdhët në Open Studio. Sonte kemi përballë një njeri që për dekada të tëra i ka shërbyer Kosovës në forma të ndryshme. Një profesor që edukoi breza të tërë, një aktivist që ishte pjesë e një prej lëvizjeve më të mëdha kombëtare për pajtimin e gjaqeve dhe sot një zë që synon të përfaqësojë qytetarët në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ai ka parë nga afër sfidat, sakrificat dhe transformimet e këtij vendi. Ka qenë dëshmitar i historisë, por edhe pjesë e saj. Për të folur për jetën, Kosovën e djeshme dhe të sotme, sfidat, idealet dhe politikën, sonte është me ne profesor Rizal Krasnisi. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë, pra janë ju nderuar që më ftu. Besoj që nuk do të turproj. Faleminderit, kënaqësia është jone, absolutisht jone. Profesor, kur e shikoni jetën tuaj sot, cili është kapitulli që ju bën më të lavdishëm, më krenar? Unë kam pak vështirë se janë dy kapituj që mburem me to. Në aspektin familjar është suksesi i fëmijëve. 3 fëmijët janë suksesshëm. Vajza vogël Rina brenda 2-3 muajve do të magjistron në Ljubljanë. Tringa, vajza madhe, ka magjistruar në Universitetin George Washington. Dhe është vetëm në Kosovë që i ka pas 2 bursa, bursën e Fulbrightit dhe KF-it, o desh me hekdor prej Fulbrightit. Kurse djali e ka të kryer Universitetin e Harvardit, 4 vite. Shkollimi tyre është diku mbi $600,000, unë se kum pagu asnjë euro. Kapitulli tjetër me të cilin mburem është lëvizja për pajtimin e gjaqeve. Kom pas fat që në atë lëvizje kam qenë prej pajtimit të parë. Edhe kam pa shumë çka, e kom pa që e kemi një popull të mrekullueshëm, një popull që kur është interesi kombëtar, është në gjendje çdo gjë me fal. Kom pa nanën që i ka fal gjaqet e 4 djemve. Beson rrëqethna. Se interesi kombëtar ishte, interesi Kosovës ishte. Prandaj e kom pa që për këtë popull ja vlen, jo të luftohet, po të bëhet krejt çka është e mundshme që të ecë përpara, e meriton. Okej, një jetë plot sfida. Çfarë ju ka kalitur më shumë, apo çfarë ju ka bërë më tepër të fortë, ndoshta gjatë këtyre viteve dhe në një farë forme ju ka formsuar si njeri, profesor? Problemet, se veç një detaj për shkak, kur jam kthy prej lufte, edhe jam kthy isha 14 vjeçar, son kom din 99, e kisha bashortën 7 zane, 2 vajza. Edhe kur jam kthy në shtëpi, ka qenë shtëpia plotësisht e djegëne. Amerikanë thonë 40 të fillohet jeta. Unë të 40 të filloj me borç. Edhe nuk di njeriu s'kishim rroga, dihet si ishte përdarë që ishin pare. Edhe s'ka njeri që në moment saktum nuk i shkojnë me të ka s'tuhet. Po a i rësidhe si rësidhe. Edhe kom fillu të e pasru o bore. Mas 20 vitesh e kom thonë në oksigen duket që më pa pyet Zoti çka po don, nuk isha ditë mja lyp. A dy më pa pyet çka don pas 20 vjetë, i kom arrit gjithat. Prandaj, shumë herë në jetë, vështirësitë nuk janë pengesa, po na tregojnë rrugën ka me ecë. Puno ndershëm, puno për çështjen kombëtare dhe quaj Zoti natyra si të dush ka me të ndihmu. Megjithatë keni qenë i punësuar apo pjesë e një prej segmenteve më të jo privilegjuar apo them në aspektin financiar, në arsim. Si ki arrit, profesor, me një pagë të profesorit, arsimtarit, që t'i arrish gjitha? E përmendet shkollimin e fëmijëve që fatmirësisht kanë pas fat me bursa, po pjesa e tjetër e ringritjes, rindërtimit jetës suaj. Pra nuk kom pas fat një jetë, fatit për cilë. Mbas luftën një kohë kom punuar në një organizatë të huaj. Vllau merret me ndërtimtari. Edhe vllau vazhdimisht ka ndihmu, që ato që kem pas nevojë, kem punuar së bashku. Edhe unë halaj që takoj asaj gjeneratës vjetër që punon ndershëm Zotin ndihmon. Punon për çështje kombëtare Zotin ndihmon. Nuk është e pamundur kur gjanë jetë. Nëse thu që to du me ba, dbetohem që ki me ba. Edhe është veç me ndonë ulesh, po që shtu ecë.
vahet. Jemi në një mision ku prekim çdo temë, çdo pjesë tjetës, çdo kapitull tjetës hap pas hapi. I kam disa pyetje në fillim që në një farë forme e përshkruajmë atë profilin tënd nga një këndvështrim që të tjerët nuk e njohin, apo nuk e kanë dëgjuar, apo nuk e kanë parë. Pse jo? Sepse themi je profesor Riza Krasniqi, profesor i fizikës, informatikës, okej, e krijoj një përshtypje. Mirë, po të flasim për gjërat që ti i ke ndje, për të tjerët nuk i kanë pa, është pak më ndryshe. Si i kështë shkru vetën tënde, e kështë përshkru më mirë thënë vetën tënde me 3 fjallë? Pak problem se mendoj që kom kontribu për çështje kombëtare, po me thonë pas lufte patriot, disi nuk di. Se kom thonë edhe njëherë, jo çdo patriot duhet merret me politikë, po çdo politikan duhet jetë patriot. Mendoj që kom kontribu për çështje kombëtare, mendoj që kam qenë i drejtë edhe i durushëm. Fillim këtë rast, kur kom fillu si profesor në gjimnaz, se gjithë pyçina është shirë me qenë profesor i mirë. Kujtohet ka qenë një, i kem thonë dhe Sadik, ka Peshnic, jo në ka Peshnic, Njarinë ka pas shpinë, konë shoku maj mirë i babes, Sadik Hoxha o qujtë në pej, erdhë. Fillova me punu në gjimnaz dhe javën e parë po më pyet Riza ki trem, tash po olla dhe Sadik, kur po dalë para në zanë, kam dëshirë me qenë profesor i mirë, s'po di, për me qenë profesor i mirë, tha, duhesh mi pas 3 veti që fillojnë me D. Ka shohë na, dhe duhet me pas ditori, për landën që jep, duhet me pas durim, sepse nxënësit vinë me problemet ndryshme, dhe duhet me pas drejtësi, kur i në të nxënësit. Do të thonë, jo mundu këto 3 veçori, me pas ditori për çka flas, me pas durim, me kondo që takona, se njerëz kanë problemet ndryshme që na i des kemi, edhe mundësisht sa ma shumë e qenë i drejtë. A ka një vendim që e ka ndryshuar jetën tënde? Rastësi çdo herë në jetë. Po, vendimi me shku në Prishtinë, vendimi për shembull me lëshu punën si profesor në gjimnaz, dhe me fillu në një organizatë huaj ndërkombëtare, janë vendimet të cilat të lojnë pa gjumë, se nuk e din. Mendon, mos o me javë, ko mendu, a me lëshu gjimnazin, a mos me lëshu. Se ti është profesor, është nderë, është mision. E të fillosh punosh në një organizatë huaj, një punë që kur gjas përket me qenë mjeshtë, me qenë edhe nuk e ndin vetën mirë. Mirë po, e ke qëllimin, du me shkollu fëmit, du na me fliu diçka. Du me fliu diçka prej vetës. Ka shumë vendime një që nuk din njeriu pse i bjen. Po mas si ti bjen, çdo herë i arsyeton. Vendimi me shku në Prishtinë, moshën 50 vjeçare, është vendim shumë i vështirë. Se krejt shokët i kompej, sot me knasinë më të madhe, e kërkojnë një imësi diçka. Më thirë Dani, Naseri, këta shokët më të mirë që i kom, thonë, apo vjen një kafe me pi, po thonë. Edhe hypi kjerë e 2, se është tjetër në jenë, është e pa përshkushme. Njëjtë si që kujtove marë këtë intervistë. Jas, me knasinë më të madhe. Okej, profesor, do të dasim për një periudhë historike për Kosovën. E përmendet në fillim, periudha e pajtimit të gjaqeve. Çfarë kujtoni më qartë nga ajo kohë? Po fillojmë këtu, dhe të shojmë ku do të halim. Rën, më kujtojnë çdo detaj. Po, më kujtojnë do raste që sot pritoj me kalu ka ato fshatra. Se populli jonë shumë ka vujt. Me falë gjaku në shumë shtirë. Dhe më kujtojnë një rast mbas lufte, mos e më pyet pse kush qysh tek se nuk dola në pejtë shtunë, dilën, isha me tringën e me në shpresën, po afru njeni, e pash që është prej fshatit se duhet ju shishin që edhe të ma bon mirë dita profesor, është mirë dita. Kom të regu të është që ka pëdo një katunartë pesë, dhe është e dilës, është e shtunte. Për me se undal njeri. Allah profesor, me u taku juve me pi një kafe. Ka njerës ka ndryshme. Edhe gjërë lypin me ndërmjetësu. Se mendojnë që ala koha në tonë qetës, dhe është me siguri ka bo fjallë me dikanda, që ka dione edhe
Ule me pi kafe, kur po më thot, apo më kujtohna, mu kujtu. Atia kanë pavra një fëmijë dhe ai ka bo fjallë me një shok të vetin fëmija, e ky po thot, që ka bo fjallë me fëmijë temin, sot martohet. Ata hajmi shëpite djali e më handlej. Shkova të vorë djalit kajta, u theva, edhe dolen pe mos për shot i kom për juve. Qa kishe mi thonë? Dhe pësëm shqyqo, o konë interesi komtar. Edhe gjithë intelektualt, jënë kone, gjithë profesorët atu kisha lut, do intelektualt që në Prishtinë, se kishte vajzen, bojnë fjallë, ja ke dhonë fëmis tem, jo teqe, jo nëntre, jo s'flasin në zveti, mos mi përmend shumë. Do thonë, e kujtoj një flim, jo 100 raste, për të cilat nuk s'kom s'jarim. E kujtoj një rast prap lidhet me Azem Shkrelin, se që e pash poshtë biblioteka, ma kujtoj, kur njeni kja këshin vrat dikand, edhe e fali qakun. Ta shpithot njoni të lumt. Jo, tha, jam kun pa betu që veç vrasësin do e vraj, jo dikam tjetër. E kom përcjell, po nuk delke, një dit ka dal me nanën e vetë me shi diçka. Lom djathët, si themin a këtu. A vrahet nga të nanës nuk vrahet, se janë ato rregullat që dihet. Në kam vramja se kom pa nanën. Jam cilë 2-3 herë, kur nuk e pash nanën, u afrova me vra. Kur për ndëgjoj se për pyt afer që ka qenë që ka shit. Ku shkoj nana, dhe të shkoj me ble diçka si jam unt, e gjithë ditën s'kom hangër kur gja. Më kujtu thot amaneti i babës se njeri unt nuk vrahet. Edhe thash e vraj tjera herë, pas ka falë Zoti. Pastaj me Azem Shkreni se kjo oriz, ky kod, njeri unt nuk vrahet. Unë është me gjithë dhe se ishte nga Rugova, të Rugova si të mi. Unë është me gjithë të shqiptarë, po kur kun tjetër në botë. Ti ke pa 100 filma, i kom lexuar 1000 romane, po kodi që njeri unë nuk vrahet, të regon për një madhështi, për një popull madhështor. Ose më pyet sa zbatohet sot. Do të thonë, kom pa një gjërat madhështore që andër si kom pa. Janë edhe mundu me folë për rastet ndryshme deri në senat. Si lindi ky angazhim fisnik për pajtimin e gjasheve? Unë isha profesor në gjimnaz, edhe kom thonë që ideja ka lind nga Have Shala. Unë nuk konë kujdestar i Have Shalës. Ishin ato protestat, edhe një shok i Haves nuk ka mujt me dalë protesta, nduket i Haves, një bashkëtar i ka thonë që nuk është problemi që zënë me arme neve, po frigohet, janë mbledh studentat, janë shku të profesor Zekria Cana, se profesor Zekria Cana në atë kohë ka qenë njeriu ma i famshëm, ma trimi, ma krejt. Edhe në atë kohë profesor Zekria Cana ka thënë një shprehje që nëse me mujt me qenë dikush, ju në kisha qitë dikun qendër qytetit. Ju thotë kësisoj studenta, unë do vi me juve, po ma mirë se une, këtë punë e kryna në të gjeta. Shumë pëlqen shprehja ma mirë se une, po fatkesi shumë rallën dhe gjoj. Që dikush e kërkon, thot po në rregullën e vi, po ma mirë se une, këtë punë e kryna të gjeta. Do të thonë, edhe të profesor Zekria Cana, a i ka arton kohën, se ti s'mundesh me thonë profesor Zekria Canës që o frigume në u bashkan gjitë, se a i krejt kohën ka qenë me neve, edhe ka qenë majtrimi. Mirë po, interesi kombëtar ka qenë Anton Qeta me udhëheq. Se profesor Antoni i ka ditë ato rregullat e fshatit, ajo rrit në qytet, tash është mirë po ka shku vazhdimisht në Drenicë, ka shku në për fshatra, ka mbledh folklor, edhe kur ulshim, profesor Antoni e dike ku i mjë drejtu, kisha bindje që kur së dalë për sobës burrav. Edhe pse në atë kona e ngutëshim se është hera parë në historinë e popullit shqiptar, që i kalon edhe vajzat me hy, jo që i kalon po të kajde një këtu. E na thash kur ishim Odën e burrave. Po not burrav. Kur ishim vetëm thashim profesor na prishë sopën e burrav, odën e burrav, si tash u kesh ka thënë, jo, këto e kanë vendin aty, se këto janë më meritore. Edhe çka aty e kom pa rolin madhështor të nënave dhe motrave tona. Thom, ideja van nga Hava dhe Mërveti. Edhe Hava dhe Mërveti dhe shoqe tjera, se këto kur shkojshin te një plak, edhe e lutshin. Rhen plaku ju beson të këtyne, se e dike që e kanë pa shërë. E dike plaku që na nuk dishim as kuj duhet mja falë gjaku. Nuk na kishu pala tjetër neve. Se për para kanë ditë edhe me bo dalavere.
Nëse unë ka desh dikuj, i kom dhënë pare plakut, çka di unë që shkon. A e di që na nuk e dim kuj pja falë gjakun, po pja falë Kosovës. Edhe i besoj ke havës e mërvetit në ato. Edhe kom thonë, kur lëvizja nuk do t'ishte madhështore, po mos ishte madhështor roli i nënave dhe motrave tona. Harmonia fetare ka qenë madhështore. Në Raushiq, të Buqop, pajtimi parë o bo me Kuran. Njoni, për 2 palve që kanë qenë, ka bo ben Kuran. Dhe kur kush prej neve nuk e ka... Mas 2-3 muajve, kur një gazetari huj më ka pyet çush o bo pajtimi parë, pi tregoj. Ta zotni Krasniqi o bo me Bibël, se Anton Qeta. Është jo me Kuran. Po Anton Qeta ta është... Katolik. Kurani, thon gazetarit kur ndërmend, neve nuk na ka shku. Dhe ne më shku në kisha, në xhamia, kur s'ke mendu, ku dhe që është pash gjasa mu falë një gjak, nëse aty e më shku. Edhe shtylla e tretë ka qenë dëshmëria udhëheqjes. Anton Qeta ka vdek i varfër, Mark Krasniqi ka vdek i varfër. Pra mendo të kishin marrë ka pak pare prej 1000 gjaqeve, në atë ko ishin bo milioner. Një ndër arsyet që më hynë politikë është, me mujtë që to 3 veti që i kemë pas, që to 3 shtylla, sa do pak me i këthy, se na duhen ma shumë se kur. Raste, flasim dhe në senatje, nëse t'interesojnë këto rastet individuale. Do të flasim edhe për raste individuale, mirë po, fillimisht, po mesoj kjo struktura e pajtimit gjaqeve ka filluar si një lloj mozaiku që është plotsu me njerëz të profesioneve të ndryshme, të strukturave të ndryshme. A një friguar ndonjëherë, profesor, ndoshta në fillimet e saj që ky mision juaj i mund të dështon? Këtë mision e kem fillu, zikria cana harrova mujta me marrë lisën, se deri në atë kohë në 32 të vrarë prej Serbisë në protesta. Edhe ky mision në atë kohë kem fillu me 32 gjaqe me pajtu. Do të thonë që aty o konë qëllimi. Mirë po, kur populli e pau që ekipa që udhëheq është e ndershme, që qëllimi është i ndershëm, që i duhen Kosovës, u ban i mjekusur. Përsa ata më jenë keq, kur nga njëherë populli është i zhgënym, se thomë, kur flas me ata shok politikajnë, dini çfarë populli kemi. Kur ku në botë nuk ka popull, që është në gjendje me fliju ma shumë për çështje kombëtare se sa që është populli jonë. E ju sot përshkatroni ardhmërinë e tyne. Ju sot i keni ba njerëz mos me besu në kur gja hiq. Unë këto 3-4 ditë e fundit, problemin më të madh e kanë me njerëz që janë të zhgënjym. Zoj me dalë në votë, jemi të zhgënjym. Nuk kanë faje, profesor? Ja, kanë faje. Pse nuk kanë faje, pse kanë faje? Qysh po dojnë zhgënjimin? Gjithë jemi të zhgënjym. Nuk e kom një shok që s'është i zhgënjym. Mirë po, a dojnë me gjithë ilaqin për zhgënjim? A është ilaq mos dalja në zgjedhje? Jo, absolutisht jo. Ilaqi tash në këtë rast është ma i keq se sa smundja. Me mos dalje, ku i ndihmon mas shumti? Që ati me cilin je ma i paknaquni. Se njësoj është, si nuk dole hiq, si edhe e voten ati. Ajo vot për afërsisht që ati që ti po thu, që ati i shkon. Prandaj nuk guxojmë zhgënjimin që e kemi, me shërut themi, me mos dalje. Është gabimi më i madh që e bojmë. Delni, votoni për ata që ju kanë zhgënjur mas pakti. S'po them për më të mirë, s'pas ka të mirë. Po çaj që ju ka zhgënjur, unë bile në një fshat ju thash një ditë, shiqoni, para mendoni si kjo është toka jote. Edhe të ka zhgënjur A-ja, B-ja, C-ja, D-ja. Po ti po e punu s'kiqare. Ta shka do me thonë? I votojë që ato që të ka zhgënjur mas pakti. Edhe kërko prej ti që tash me zhgënjur ma pak, se sa që të ka zhgënjur. Se nuk, kërkun asni popull nuk është i knaqur në politikajt e vetë. Gjithë kanë, kom lexu memoria Hillary Clinton, kur humbi herën e parë prej Trumpit, what happened? A për shembull atë natë ka thot, sonte njeriu më i knaqur në jetë është kryetari i Bashkimit Sovjetik. Ai thotë është më i sepse fitoi Trumpi. Edhe ka shumë që kanë atë liber që ti me thonë jo mërë Amerikanët, jo edhe Amerikanët merren me këto. Putini thotë sonte feston se ka fitu Trumpi.
E kush e thot njeriu që i humb zgjedhje që ndoshta për pak po ai kish fitu zgjedhjet. Prandaj mos lypim se politikajt nuk janë ençuj. Kur kum votë nuk janë ençuj. Po të votojmë për ata që na kanë zhgënjur mas pakti. Okej, ne e kemi fillu bisedën në formë tillë, sepse në fund do të dalim për arsyet pse duhet ta votojmë profesorin. Megjithatë, Jo profesori. biseda që do ta zhvillojmë do të jap argumente të mjaftueshme për secilin qytetar që na shikon sonte, edhe për arsyeën, gjetjen e arsyes, sepse secili kandidat që votohet, unë mendoj se duhet ta kemi një arsye pse ta votojmë. Ose ka një profil që në kaluarën ka dhënë shumë, ose aftësitë aktuale tina janë të mëdha për të dhënë tash më shumë. E unë po besoj që tek ju do lidhen të dyjat. Po flasim për pjesën që e kontributit në ditë më të vështira. Sot fatmirësisht është shumë më lehtë. Se sa në periudhën kur ju keni punuar dhe kur ju keni angazhu në një situatë kur kemi pas përballë armikun. Dhe në anën tjetër jeni munduar gjeni unitet në mes popullit shqiptar. Edhe kemi qetë, se jem konë ndershëm, Anton Qeto o konë ndershëm. Që ky popull të betota, me besu në udhëheqjen e vetë, bënë mrekulli. Kur i falqin ka 2-3 zjaqe, ora, pra janë, veç një detaj në një odë në Renicë. Një kreqa kish në atë odën e burrave, fotografinë e 2 vllazëve që ja kishin vra. Nuk po hymë pse qysh tek. Dhe profesor Antoni me ekipin ishin bindës. Dhe vazhdimisht profesor Antoni folka i këshyr të 2 vllazëve, fotografitë e tyre. Kur u bind, u që ka vllazët edhe u bërtiti në emën. O Hasan, o Hysen, a pe dini që kam duhet me po. Se ish Kosova në pytje. U këty ka profesor Antoni, tu ja zga dorën e humbi vedijen, ranë tokë. Në themi ratë fikt. Edhe pasaj ish lufta qysh me këty njetë. Do të thonë njerëst, kur i besojnë një udhëheqje, jo që bajnë mrekullina, po bajnë ma shumë se mrekullina. E që ato me mujtë me arrit na për Kosovën s'ka më. Ju keni pas profesor mundësi që të dëgjoni rrëfime para se të vijë deri tek momenti i pajtimeve të gjaqeve. Po. Cili është ai rrëfimi më emocional që ndoshta për në të tëra ju ka lënë pa gjumë? Edhe sot vlen pa gjumë, Brajan. Edhe sot vlen pa gjumë, edhe sot vetona që kur nuk kaloj asaj dhe se nanat kur falshin o konë kërkoj falje për para, veç e petho me kusht asni mos me kajtë. Se adin emocionit janë ka jerë matulaj, emocionit janë, ja këshin ra djallin e Sugarin, djallin e tretë. Edhe shkum, 2-3 herë në ekip, 2 vllazën thënë, na e falim, po nana se falë. U shkum të ajo, zdeshim na pranu. A hiç qartë. Në ta shkëshyshim në atë kohë, s'kem lonë gurë, po rotullu, kush mundet me diku të nana. Dikush nga të regoj që e ka një motër që nuk ishte fëmijë, edhe që ku kanë të lidhëne. Kush pun të ajo, o i tha edhe ajo mi u falu nësë ju fali. Se ajo ma ka pa falja djallë mu, ajo po një jemi. Mirë po fillu me këto motërën që s'kish fëmijë, me ato edhe ku shkojshë me bisedu për ta. Me këtash nanën që e këshin ra djallën e tretë. Tu bisedu. Pike fjallat ashtu e lutë. Jo kjo kështu se në atë kohë përshamë unë i thojshë edhe Gjergjfishta e ka falë gjakun e vllaut. A të ke po Gjergjfishta qështu. Konë ku 60 vjeçare. E gjente argumente. Me marra me lidhës, shoqet e veta, po flasë para 30 vjetë. S'ka ditë është ta shkrim lexim. 36, s'ka ditë shkrim lexim, a e di ke neve nga të regu për fishtën e, për figura kombëtare, për Hasan Krishtin, historinë e popullit shqiptar. Pra, me bisedu për histori botërore nuk falke kur qojsh. E ta është 2-3 herë gjatë biseda, se e thirëshim në ajshëm, se si ajshë e gërvalla, ku e ke mësu, punë për mu, thë që qka për ju interesant juve. Regull e faljen që. Mas një kohë e pash këtë motrën që s'kish fmi, e thot profesor bre, motrën e kom pa qef. Në ajshë? Po, për në ajshë është pa qef. Kelan ta për shtypjet mirë, a mund është me vizitu. Po, mëre, adin se i kishë falë gjakune, na ndishim obligime, ta mën puna, kjerit e të ajo. Kur shkum, ishte ratë në dhome dhe kishtë atë
arken ku i lojnë sendet. Kjo për arken i shkon qeli, ishin konteshat e djalit vramë. Në ndjen jo fort historinë e popullit shqiptar aty, librin. Po bisedojmë diçka, pra fjala, tash Allah hila do në nga kalzu. Po të kalzoj, profesor. Unë dalë pak. E tha, kënë ma kanë ra djalin. Nuk konë qëtë libër të i lecu. Se ka pas problem. Unë e ta s'kom ditë shkrim lecim. Djali tjetër e ka pas një në shkollë një vajzë. Kur mbike dikush napolitanka, soka, kështu, jepsha asaj. Ajo tham kam su. Mas pari me fotografi. Edhe për zënat. Unë e qëtë liber për me fjajt. Edhe për zënat kom ledzu. A thua kon djali janë qëtu, a thua kon djali janë të mësu qëtu që. Rajnë për mos, qështu e kam su. Edhe e fali gjatë. E natë ashtë të bojnë fjallë, talavala. Një rast që për vitet të tëra ndoshta kanë qenë të mbyllur, dhe falë jush fëmijët s'paku e kanë shiju lirin, sepse gjeneratat e vjetra prap janë më qëndrueshme, më durueshme, fëmija nuk i kupton çka është gjakmarrja. Dhe falë jush, kanë fillu të luajnë prap. I kem donu na fëmijët. Mun kujtohet një rast kur shkum, se përpara unë e profesor Nimona Limusa me nxallë gjimnasit, se ju kem pa thonë fillim, kushtë që di ndonjë rast, që dikush është në gjak, tregonani. Studentat, Hava, Mirveti, Flamuri, Ademi, i kanë pas grupin e vetë. Ata u mershin me studenta. Edhe shkojshim në shatat ndryshme, të premte nuk takojshim edhe e caktojshim orarin ku po shkojmë nesër mbas nesri. U shkum në një shtëpi, pyesune, shkojmë 2-3 fëmijë, 2 prej tyre me pushk drunit që konë atëherë. Pam, ti jema mirë dita. Ku e ka shpinë filani, po thojmë, që kjo është shpia. A është ajnë shpi, tha, po. Ashe jo, qka po bëni kështu, tha pe vras njonin. Ashe se pe vret, tha ma ka vrav baben. Nuk ishë në shkollë. Po mendojmë vetë me vetit e në nbrami po bisedojmë. Njëri u para se me shku në shkollë, u shtron qysh me vra dikant. Edhe për të natë biseda e ka qysh me vra dikant. A qëfar dënimi e për fëmi? Ose është gjakmarja nuk është e imja, një libër e patos arapit nuk këtë është. Edhe a i thot, në vajtim Shqiprinë e Vereut, kur njena burrin e vajton, oj, dashurim, thot, mos u shqetëso, se ai që ka me nxerr gjakun tënd, është në barkun tim. Kong është. Do thonë fëmijë në bark, e përgatitur me nxerr gjakun e dikuj. Ose fëmijë sa i kem denu, tërgoj rastin në Raushish se buqall. Masi u pajtun, tërgoj ka i zoti shpis, ju si një dalë të mirë prej katunit, se na qyshin krusht të pajtimit. Ata kanë gjyk nga tres, se kanë kullën sot është, edhe poshti ka pa fëmijët e 2 familjeve që janë konë nga tres, të i lujtë futbol me zveti. O, më është zotë të soj, pas kem pa denu këta fëmijë. Thonë fëmijë janë konë, pajtimi gjatë që vëkonë, asë rezultatet janë të mdhaja, madhështore, sa vështirë me përshkru. Fëmijët i kem liru prej, s'ka pas, prej shkollimit, ose me shku në shkollë. Njëna pjesë nuk ka guxot me shku në shkollë, një familje, pjesa tjetër shku në shkollë, po mësu qysh me vra. Qysh me vra ta. Na kem pas gjykat, mjek, profesor, që kur kanë qenë gjak, s'kanë guxot me kry punën e vetë. S'ka guxot me mbajt mësim. Ose s'ka guxot me shku në punë në spital. Mjeku s'ka guxot me shku. Se vllai vetë ka vra dikande dhe, të më thonë, kjo është stres. Sa i përket nanave dhe motrave tana, më kujtohet një rast prap tjetër që shkum edhe pithem njenës, masi e falin po bisedojmë, thash, qysh jetohet kur jeni në gjak? O profesor, tha, inshallah asan miku nuk e shoh. Na gratë kur jemi në gjak, duhet me dalë me punu tokën. Se burat zgucojnë. Na gratë, na ka desh edhe në mal me shku me prej dru. Besa se ke ka ndodhë, që kur jem kry prej malit edhe na kanë rrej. Nuk në malë, se kanë dyshu, e nuk e dishin që na nuk më ishim drut me i. Po apet i kuptojshim, se mrena gjithë ditën edhe
ka kësi ngjarje qaq kush veç është problem, burrat kanë vujt ndryshe, s'kan guxoft me dalë. Gratë kanë vujt ndryshe, fëmijët kanë vujt ndryshe. Do të thonë çdo pjesë e familjes, çdo pore ka qenë e viktimizume prej gjakmarrjes. Profesor, fatkeqësisht edhe sot kemi shumë familje që janë në gjak me njëra tjetrën. Ne shohim kryesisht politikanë që forma individuale merren me pajtime të gjaqeve, të cilat shpesh publikojnë edhe në rrjetet sociale. Pse ndoshta është pak më stëm primitive në këtë kohë kemi një situatë tillë, mirë, po pse sot nuk kemi një lëvizje tillë që hajde të merremi edhe të lirojmë këto familje nga një situatë, po them. Janë disa arsye. Në një farë mënyrë jemi kënë pa marrë vesh në atë kohë, që gjaqet të cilat ndodhin pas dy shkurtit, mos mu marrë me to, se u frikojshim në atë kohë, që djetë sistemi drejtësisë fare ka qenë në kohë servisë, vitet 90. Edhe mos me qenë friga nga gjakmarrja, ka njeri që del livret ka 2-3 vetë. Thot, gjyqis më dënon, Anton Qeta vjen në pajton, punë e madhe. Prandaj o koni si marrëveshje, mos mu marrë me ato raste. Në dy, gjaqet janë falë, që të krijohet një sistemi drejtësisë, që ka mi zgjedh ato probleme. Gjaqet ka pas edhe në Amerikë, gjaqe ka pas në Itali, gjokun ka pas gjaqe. Gjokun, aty ku s'ka pas sistem drejtësisë, njeriu o detyru me marrë drejtësinë durët e veta. Edhe Anton Qeta ka edhe incizime, nuk mundem në atë jetën u marrë. Mirë po, o shtik me 2 teha, kur njeriu nuk e din, unë nuk jo marrë për veti pas lufte. Nuk ekziston shteti, na duhet me lufte. Do të ka qenë vendimi i drejtë? E di, se dire, nuk e di kur njetë se kom mendu që po, derisa njena, ka 10 vjetë, erdhe po thot qështu djali e ki shkel dikant. Djali vetë me kërë. Ta profesor me shku me, tash nuk shkaj. Pre po të lusë që djali ka me, tash nuk shkoj se ju do parime një jetë. Më ma vra djalin, tha të brendër gjeqja. Ku shka me to? A din po jetë njeriu, tha shqyqo, nuk di që për në komunikacion dikush kanë zerë gjak. Po, në regull, po mundet më konë rasti i parë. Apo priton me shku, apo do në pare, a qka po do. Zisha qka mi thonë. Në anën tjetër, më marë në aton kohën me pajtime. Unë tash po mendoj që është një kohë pak tjetër, duhet më marë me pajtime të politikajve, se politikaj tonë, ma shumë pe urrej njoni tjetëri se sa që pedojnë Kosovën. Kjo është e të mërshme. Me urrejt unë e ty e ti mu, pëse jemi 2 partit ndryshme. E me pësu Kosova. Kjo është e të mërshme, re. Pikrisht i shandoj të këtë pjesë, profesor. Pikrisht është... E keni po Kosovën para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës. Kur ka qenë më e bashkuara si pas teje? Më e bashkuara ka qenë në kohë Ibrahim Rrugovës të Anton Qetës. Atër po them, njerëz për liri kanë çdo gjë, më mbledh 500.000 vetë, s'kem pas telefona mobil. Kur gjo s'kem pas. Sot kur pyesin fëmija, qyshin i mbledh, nuk dimi s'kja rrugë. O gjitha rrugë ta ditë kanë qu 500.000 vetë sot. Më mbledh politikajt e Kosovës, politikajt e Shqipërisë, politikajt e Shqiptarët Maqedonisë nuk mundën me mbledh. Për çfarë do lloj interesi, themi. Çka kishte Kosova atëherë që sot nuk ka? Atëherë nevoja për çlirim më marrën sidomosdëshmëri. Vetëm ka ekzistuar një interesi për Kosovën. Edhe çdo gjë që njerëzit ju ke thonë, po i duhet Kosovës, o krya ajo punë. Protestat që janë bajt në atë kohë. Jem dalë, ne hem shku të verat e Lukës, kur kush nuk e ka dita ka mu këtuja s'ka mu. Ne kem rastin e Hilmi Muqaj. Ishte një ndër organizator të ditë të verat e Lukës, i Lukës është. Ai ishte në BIM, ka qenë kryetari duket i këshillit organizativ, bashortja vetë, se a ditë, krejt Luka kanë përgadit flija për musafir që në ardhë. Të përgadit fli, një vajzë 2 vjeqare ju ka ranë lume dhe dekë, me një maj, kërë në bajtë u bimi madhë. Ky nuk ka lonë më ndërprej, kur gjohiq. I kanë kalzu, ka thonë, vazhdanë. Masi jo krymi të bimi të verat e Lukës, se o shku në shpi dhe ka varros vajsen. Dhe në tash për një majna, çdo ditë, çdo një maj e fesojmë, a i shkon të forri vajses.
Kur se ka përmend? Menzi e kombin një herë për një televizion, o thash s'po besojnë burë. A një tha le t'vinë të vorë i qike se le ta shoj. Edhe shku një kamerës dikuj, e ka insistu, e ka ba, e ka krejt. Se thot, e ka shkru Zoti, o tekna, në tyra komtarë është mi gjithat. E po thonë, sot një thonë dikuj, nuk po besojnë fort. Çfarë ju dhem sot kur e shikoni gjendjen aktuale të Kosovës? Çfarë ju dhem më shumë? Shumë s'kare. Më dhamë që mungon dashuria për Kosovën. Nuk e shofim që Kosova është ardhmëria jonë. Edhe shumë herë unë për me qenë ma praktik, thom, kemi 3-4 parti, së më rëndësi. Ta marim si janë 4 dhoma në shpi, po kulmin e kemi Kosovën. Na po mundohem se cili për qëto dhoma që i kemë për qëto parti, mi rregulluemi e qëremindet për na piken. Po e pas kulmin si duhet, po e pas Kosovën si duhet, kur kush prej neve s'ka me ecë. Bile është në Oksigen para 15 vite kur u qenë. Më pyet besim Dina, a ma më rëndësi është familja a Kosova? Thom Kosova. Se një Kosovë e mirë, edhe një familje mesatare e ngrit. Një Kosovë jo e mirë, edhe familjen më të mirë e qetë prej këtuhit. Andaj Kosova, Kosova, a i thot ku me marë Kosovën, unë bërtas na. Rëndë tyre jotja, jemja, gjithë është. Se s'kem tjetër rrugdalje. Edhe kur ta kuptojmë na, që as familja ma e mirë, ma e sukseshme të themi, nuk na bën punë. Une, mos bjen po të dita doli para një vjeti, më pyti për fëmijë suksesëm, thash, po e dita, suksesëm janë. Djali është në Amerikë për momentin. Nëse dhe 2 vajzat shkojnë në Amerikë, Rizak Krasniqi e kalon porosi, në varë të emin më shkru, Rizak Krasniqi Argati Miloševićit. Se unë pe kry një porosi t'il. Sa prej neve, rëndi po investon fëmi, krejtë ki. Edhe knacin më të madhe për ki diplomimin e ti. Pas diplomimit, unë po këthejnë në shpi djali po jetë atje, vajza po jetë atje, fëmijët po jesin atje. Unë para 10 vjetë, këmë pa thonë në një dasëm. Çdo dasëm që më shku. Nëse ka qenë një nga Kosova, një nga diaspora. Ky që ka qenë nga Kosova, ka shku me jetu në diaspora. Pa më vazhtisht djali vajza. Mas dasme s'kanë vazhdu. E kom thonë, e kom një andër dvogel. Që mos me ndodhë si kjo. E andra madhe është që më këthy me jetu në Kosovë. Nëse një fëmijë është nga Kosova, tjetër nga diaspora, martohen më këthy këtu, po hala s'kom di që është të moralizu. Edhe s'kem qare po e për para. S'kem qare. Nuk i rrugdalje tjetër e. Një djetë të tërja keni kushtuar arsimit. Unë tani do të regoj që profesori ka qenë profesori imi, një prej profesorëve në atë kohë trallë të informatikës, jeni inxhinier me profesion. Profesor, a mund të bësh një dallim gjeneratave të asaj kohë kur ju keni shërbyje dhe ndoshta sfidues ka qenë arsimi, tek të gjeneratat e sotme kur kemi përpara digitalizimin, inteligjencën artificiale, lehtësira, cilat pothuajse janë të pafundshme për rinë e sotme. Po, unë lidhen në një filozof grek, që para 2000 vite thot rinia sotit nuk ka prish, nuk po na ndëgjojnë, nuk kemi ardhmëri me që të rini. Kjo ankesa në rini, edhe baba e më shankun. Çdo herë është luftë e gjeneratash. Mirë, po kur analizon, e kemi rinin më të mirë në botë. Edhe nëse kjo po del për këtu, ne e fajtor. Unë jam fajtor. Se unë s'po moj, na e kem pas një sukses, po flasë si gjenerat, çlirimin e Kosovës. Është sukses i madh pajtimi i gjaqeve, po nëse nuk e bëjmë një Kosovë, që rinia dëshirojnë me jetu këtu, na kem dështu një jetë. Është dështim nëse unë kom investu 20 vjetë krejt që ako mujt, e fëmijët e mi dalin jashtë. Është dështim nëse fëmijat tu mendojnë sot qysh me dal jashtë. Edhe nuk o tem bisede në gjimnazin e Pejes, qysh të regjistrohem në Harvard. Po shtem bisede kur ta kryjmë qysh me dal jashtë. E këto na duhet këtë mendësi, se në lëvizja për pajtimin e gjaqeve e ka rritë sukses sepse komplet e pat ndru mendësinë.
Deri në atë kohë, mendësia ishte i dopt i falë, edhe me nxerë gjaku në burni. Anton Qeta e ndroi mendësin, i fort i falë, edhe me nxerë gjaku në kohë, është dobësi, nuk është burni. Nuk ka qenë e lehtë kjo. Jo, edhe në ata duhet me ndru mendësin. Nuk është Amerika, si thonë, land of opportunity. Edhe Kosova është vend i mundësive, edhe thoi mundësive shumë të dhaja. Prandaj, le të flasin rinia në gjimnaz 5, mas jem këtu, ose në gjithë kanë Kosovë, si të studiojmë jashtë, jo si dalim jashtë. Se, unë e kom projekte, kom thonë disa herë. Nëse arrim këtë rini me eduku si duhet, o mrekulli, ka më konë për Kosovën, ka më konë për ta, për gjithë. Profesor, pas një jetë në shërbim publik, si dhe pse vendoset të i futën i politikës? O janë disa arsy, as e më shkreli më kujtu, të jarë këtu të biblioteka, edhe e ka pas një shprehje fantastike, dhe ke pa përgjithësia e askujt, nuk në liron nga përgjithësia jonë. Kemi përgjithësi ndaj këtij vendi. Edhe nuk është arsyetim, ai kryeministri është i papërgjegjshëm, kryetari i kuvendit është i papërgjegjshëm, pse mu marrë me politikë. Ne kemi përgjithësinë tonë secili prej neve. Anton Qeta e ka pas një shprehje, se ke obligimet ndaj çështjes kombëtare nuk përfundojnë kurrë. Edhe nuk mundesh me thonë, valla kom punu boll për çështje kombëtare. Çka dush mundesh me bë. Po me thonë kom punu mjaft për çështje kombëtare nuk mundesh me thonë. A ka qenë momenti kyç tani që të angazhoheni? Pse pikërisht tani? Po, i kom kry gjitha një jetë. Mirë, po e kom pa, edhe e kom ditë, që më duhet mu kyç që djalit kthehet në Kosovë. Më duhet mu kyç se unë as një ide nuk e kom tre. Krejt ide cilat mendoj, e besoj që do zgjedhem deputet, është ide të vjetra veç me i zbatutash, me i ndryshu. Sepse e kom pa që po s'jen politikë, edhe idenë më të mirë një jetë nuk mundesh me qu për para. Për një shtatorët profesor Anton Qetës, që krejt Kosova e ka hero, na u ka ndesh 10 vjetë. 10 vjetë. S'kem lon me Domlush Gjergjin, Mulla Gjevatin si ekip funksionar, themi pa e shkun zyre. Po, ide e shkelqyshme, kemi obligim, në rregull bisedoni me këshilltarin tim, këshilltari kush na sjell ke telefoni. U harroj ka ajo po. Do të thonë, nëse për një shtatorët Anton Qetës, na ka ndesh 10 vjetë. Për çfarë do ide tjetër që e kom, po është e pa mundun me. E besoj që prap kom ide kombëtare, për të cilat jo ja vlem të luftohet, po është domosdoshmëri të luftohet. Kush të ftoi me hyrë në listën e LDK-s? Si ndodhi? Po ndodhi presidentja Vjosa Osmani, e njeh veprimtarinë time, do i kanë treguar ata këshilltarët e vet edhe bisedum një ditë, cilat janë projektet pi tregoj. Projekti im është për arsim. Projekti im është për pajtim. Se na duhet pajtimi sikur se viteve të 90-ta. Se kështu të shpërndar, duke urrejt njëri tjetrit, kemi me shkatruar edhe më shumë këtë vend. Tregova projekt ka qenë të mendojmë shqip, të fillojmë të mendojmë si komp. Projekt është të bëjmë debate televizive, për shembull, dallimin mes interesit kombëtar dhe interesit shtetëror. Ne shumë herë nuk i dallojmë këto dyat, edhe i përzim. Interesi kombëtar shumë herë nuk shkojnë së bashku. Duhet ekspert më marë. Duhet na me pas një televizion, 2-3, ku lajmi parë në lajme. Nuk do t'ipet nëse është televizioni nga Kosova, nga Kosova. Nëse është televizioni në Shqipëri, jep 28 minuta lajme për Shqipëri, në fund nëse ka ndodhur diçka madhe shtore në Kosovë përmend. Do thonë, nuk po mendojmë mos si komp. Po mendojmë na jam Rrugovas, ata janë Drënicak, ata janë kështu, ata kështu, në mënyrë parciale, që nuk ka qenë kurrë tek ne kështu. Sa i përket arsimit, na kemi edhe besoj që do realizojmë se krejt që ka i mungon fëmijëve tonë është motivimi. Ti në gjimnaz sot nuk mundesh me akuzu se ajo diçka thot. Më thot po mësoj, po kaloj shkelqyshëm, po regjistrona në universitet në Prishtinë, baba s'po ka pare më qu në universitetet mira. Kur pe kryin Prishtinë, po si kamarier, po përfundoj ose disa. E të meshme. Kurse, besoj që pas fitores tonë,
nëse marri Ministrinë e Arsimit, unë ju garantoj që Cilat do të janë 3 prioritetet e juaja? arsimi është u ka në një. Po nuk është që tash e kom thonë, që 10 vjetë jam të luftu. Është momenti që nëse futesh parlament, Për që ata jam hynë politikë, se çdo nxënës nga Kosova, i cili regjistrohet në 100 universitetet e mira botërore, shteti do i paguan. komplet studim. Komplet studimit. Tash mundesh me thonë, sa parja. Mas pari për arsim nuk është në pyetje çmimi. S'dyti, pa kush e din Kosovë tek ne, që Harvardi dhe disa universitete në Amerikë, nëse i ketë orë nga vjetore, ma pak se $200,000, shkollën e pagun Harvardi komplet, bisa edhe pare t'jep ke. Mi thonë ti nxënësve këtu të na, tyra janë një prind, edhe i thu fëmijës tonë, shiqo, kime mësu 3 vjetë shkollë të mesme, kime mësu mirë. Edhe nëse regjistrohesh, se në universitetet e mira botërore, rajoni as Riza, as kurkush nuk ka intervenca me regjistru. Absolutisht. Mëso, jo për notë, për dije. Mëso matematike, mëso gjuhën angleze, do lanë që duhen ma regjistrohu, edhe ma ti s'mendon për jetën tante. Se 4 vjetë i ki studimet në universitetet e mira botërore, ku populli thot, djalim të regon qika edhe banë se fa. Sa ka utu drini në Harvard me pare të s'ka utu, po m'duket për që ka kry fakultetin tash. E shep botën. Edhe 40 vjetë pasaj jeton si njeri. Se kur të kry një universitet mirë në botë, jo në Kosovë, po ku dush jo në po. Të me thonë, e motivojmë fëmin, edhe i thu, lutëm, sa veç 3 vjetë e ki njetën mësu. Prindi qka? Prindin e lirojnë prej do obligimeve. Ren, dhash zoti jo ty, po kërkon mos e provoft, me pas fëmin shkelqyshe, mos me pas pare me qunë shkollë. To njetën ka me të brejt. As fëmija s'ka me desht. Se ka me thonë, unë mësova krejt, baba s'pat pare më qunë shkollë si duhet, edhe që kum veta. Ti si prind, të lirojnë prej obligimeve se tu të lutem, detyra fëmijës o me mësu 3 vjetë. Ti s'ki nevoj mo me mendu për gjëra tjera. Kemi mendu aty mos të azasim shumë, që të kem edhe për mësusët që i mësojnë të fëmijët e mirë. Një dhuratë speciale. Edhe për kujdestarët e klasave. Se sot, kemi pak një problem që si mësusi ma i mirë, si mësusi ma punëtor, si ma ja punëtor, njësoj paguhen. Nuk banë ashtu. Nëse një mësus, ne kemi në Prishtinë sa Bahat e Kabashin, mësuse që 2 nxënës i ka qunë Harvard. Kur si ka thonë faleminderes. A ti shka është në Harvard? Në Amerikë mburën mësusat. Se i kom pa kështu. Në shtetë ku ka studiu Obama, për shembull. Edhe ju thot, kom pas mësuse filonin edhe qesin mësusin në mburje. Kurse kjo i ka 2, kur si thot faleminderes. E ne kemi ndu në programin tonë që ta mësusa mi u dhanë dhurata speciale. Le të themi aty shkun një rrogë 1 vjeqare. Mu dallu. Pra, prioriteti i parë është arsimi. Se mendoj që arsimi është mbi të gjithat. Se ishte edhe shprehje latine, latinisht në mësëshin gjimnaz kur jëmë konë, në një vend ku arsimi është i smut, shteti është i smut. E tek ne nuk jemi shumë të kënaqur me sistemin arsimor të si ne kemi. Pajtimi është domosdoshmërire. Atëherë bo pajtimi për hatër Kosovës, tash duhet bëhet për hatër Kosovës. Pse mu ba, ekzistojnë 100 arsye. Duhet me urrejt njoni tjetrin me largu, se sa do që urrejm, me urrejtja, ke pa diçka që arrihet një. Vesh rritet urrejtja. Bile duhet mi fal njerëz edhe që s'ta kërkojnë faljen. Nëse doj me ecë për para. Okej, profesor, ju njohim si person të idealit, fjales, të besës, çfarë nuk do të sakrifikonit kur për pushtet? Një politikanjeri, ta quaj. Shiqo, kom 67 vjetë dhe për to 67 vjetë kom kriju një muj me garantu që krejt që ka thonë dojmë baj fjallin, se nuk mundet kur kush më thonë dhe i tash bilen pej që më njofin mas mirti. Edhe i shot gjërat rem. Në 96 kur e kom shkru librin e para ABC kompjuterve, në parathanje e kom, ata që së shpejti s'do kompjuter do t'jenë analfabet kohës. Ose kom
një shpejt tjetër ka fundi, aty pranë parathanje, së shpejti, thom edhe tek ne, njerëz vendet e punës të tyne, do t'i kenë pranë kompjuterëve të tyre në shtëpitë e tyre. Sa hajgarja bon gjimnaz me mu. Për këto, a jenë veti ti me pas vendin e punës, në shtëpi, me ndajt, me flejt, po i arritëm. Do më thonë, edhe, në që gjanë fillim duket e pa mundur, edhe ta zgjaqet kërë në fillu me 32, po kemë arrit mija. Prandaj, besoj që me ndërshmëri. Okej, kemi disa pyetje që dështa kërkojmë përgjigje jo gjata, përgjigje më shkurtra. Kush ju ka zhgënyer më shumë të gjatë rrugtimit tuaj? Politikajt. Ose të lyp me emna politikajt e pas politikës. A ka pasur oferta politike që i keni refuzuar? Po, se gjë rekomendu që ka më të mirë se une, edhe ata tjerë duhen. Unë kom thonë du të merrem në familje. Prej LDK-s pas luftës të poshtë. Okej, cila është kritika më e madhe që keni për klasën politike? Mos ta urroj njëri tjetrin ta duajnë Kosovën. A ka njerëz që hynë politikë për shërbim apo për privilegje? Fatkeqësisht, o kriju një bindje që shumica hynë për privilegje. Dua të besoj që ka shumë që hynë për të shërbyer kombit. Nëse nuk zgjidheni deputet, a do të konsideroni humbje personale? Jo, se jo mi bindu që do të zgjidhen. Nuk mendoj që nuk do të zgjidhen. Asnjëherë s'u bash kundër mend. Në politikën e sotme kosovare, kënd e respektoni më shumë dhe pse? Unë jam LDK, jam kon prej fillimit. Prandaj, mendoj që LDK-ja ka ekipen më të mirë, bindshëm më të mirë, edhe mas mirë që Kosova i ka pas mund kur ka qenë udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës. O dihetër. Okej, a ka diçka që ju pengon ta thoni publikisht gjatë fushatës? Shumë çka. Si për shembull? Po, nuk du me përdor fjalorin ofendus. Nuk du se nuk arrin kur gjo. Unë ofendo ty, ti ofendo mu, çfarë shembull po japim. Edhe pse ndonjëherë ndoshta njeriu s'ka qarë se e tregoj një shprehje popullore profesor Antoni na tregoi që kur njenin për shembull Riza pas ka shar, pas ka edhe ka tonë që kanë pas me bo, kanë thonë s'ki marrë me neve. A din vorrimin të pa me. A i ka lut, jo bre merrni se nuk shaj, jo. Edhe tash ai hoxha i pas ka thonë, po të marrim nëse shtin gurin gojë. Edhe nuk, kur e ki gurin gojë s'mundesh me fol. E pranon. Po të shku rrugës, del një grua ty dhe i thot hoxha sa po vjen mrenda kom punë diçka. Kur hin hoxha, thot urno zoj çka, thot a ma këshyr që të pul bonja një dua, se më kanë thonë mi bo hoxha dua. Edhe del tash hoxha me atë nervoz, thot heke gurin ris prej gojës, hiqe gurin atin. Me nga jetë po duhet me hek gurin se njeriu s'po mundesh me, po do të përpiqem maksimalisht që mos me përdor fjalor që s'na përket. Nëse do të kishit mundësi të ndryshonit vetëm një gjë në Kosovë brenda natës, cilat do të ishte? Politikajt. Nëse mendohet në njerëz, nëse mendohet kështu arsimin. Se arsimin e mendoj themel të krejt të gjitha dukurive tjera. Okay. Me një themel të fort, Kosova do t'jetë e fort. Numri në listën zgjedhore, cili është? 105. Ka ndonjë simbolik ky numër? E ke zgjedhur vetë apo ta ka caktuar? Kam caktuar si kom pyet bile. Se mendoj që numri nuk ka rëndësi. Njerëz njohin, e din kush je, nuk është kur gjë që po premtoj. Po them, e kom fillu, du që ato me vazhdu. Se mendoj që premtojnë shumë, veç ata që njëtë s'kan arrit kur gjë hiç, nuk munden me thonë, e kom ba këto, prandaj do e vazhdoj. Unë them, e kom ba këto, që to do i vazhdoj. Çfarë do t'ju thojë gjithë votuesve që këtë diel i drejtohen kutive të votimit? Ndonse shumica të zhgënjur si thamë më herët, nga klasa politike, nga zgjedhjet e shpeshta, nga gjuajtja gurit prej një palën tjetër se kush është fajtor, çfarë do t'i thojë votuesve jo vetëm të LDK-s, por gjithë atyre që po na shikojnë e që të dielën i drejtohen kutive të votimit? S'pare i kisha lutë. Thëshim në atë kohë në tokën qelë me dalë votime. Ju lus, delni.
bojkotimi nuk o zgjedhje. Është ilaçi më i keq që ekziston. Zdyti e kisha përfundu ndoshta me një barsolet që e tregojshin kur një Amerikan pas lufte e merr përkthyesin shqiptar dhe dalin me ble bostan. Dhe ty e din që na shqiptarët im shkojnë kështu. Amerikani pyet çka po bani, thotë pe zgjedhin bostanin. Qysh thotë çashtu. Edhe i deli mirë. Shkon pas 2 ditë, prap i deli mirë, prap shkon pas diku 1 javë, 2 javë, prap i del. Edhe tash ky Amerikani pak ja nis me kesh, në qyrë cinike diçka. Ky përkthyesi i thotë pse? Thotë kishit mi zgjedhë ju politikaj që shpe zgjedhni bostanin, shumë më mirë i kishit pas punë. A ditë kur shkojnë zgjedhje, mendoni veç një gjë. Cili politikan për gjithë që atyne mendon mas mirëti për fëmijët e juj edhe ka me punu mas mirëti për fëmijët e juj. Nëse për shumë mendoni, po supozojmë për qeverinë e fundit, 5 vite. Nëse jeni në pej, mas pari shkoni që ka ba qeveria për 5 vjetet e fundit. E ka ndërtu që të shkollë, shkoni vizitoni shkollën. E thuni për hatër që saj do e ka ndërtu që ka diune një palesër sportive, ka ndërtu këte, e thuni për hatër që saj. Nëse s'ka ndërtu kur gjo, kështu që ka bajo qeveria para kësaj. Dhe më thonë, mos angoni forë s'ka flasim. Këqyrni kush ka punu dhe në basë asaj votani. Profesor, të djelen janë zgjedhjet, personalisht, me qese ke qenë më simbronësimi, profesorimi, i ftoj shikuesit që dalin fillimisht në zgjedhje dhe kanë shumë arsye, jo veç një, por shumë arsye që ta votojnë 105 e LDK-s, këtë rast profesorin Riza Krasniqi, një profesor i dëshmuar, një person i cili ka dhënë shumë për këtë vend. Ka dhënë shumë për këtë vend në shumë segmente që i përmendëm, por edhe shumë të tjera që nuk arritëm për shkak të kohës të kufizuar. Andaj juftoj të delin zgjedhje dhe ta votoni profesorin, dhe pse jo, unë do t'jem ndërtparët që dështë ajo ditë e në hanë, sepse nuk di kur do të numërohen, po besoj që komisionerët do t'jenë kësaj radhe më të kujdesshëm. Momentin që del rezultati finali dhe të shoh që keni fituar një ulse në Parlamentin e Kosovës, po besoj do t'jem ndërtparë që do ta uroj fitoren. Shumë faleminderit edhe për ftesë, ishte një bisedë për një me e këndshme, unë du me folë si shok, jo si nuk kjo është stili tash, nuk zesa me përdor një gjuhë filozofike, bla bla bla, se populli do në thjeshtësi. Faleminderit shumë. Faleminderit profesor, kënaqësia ishte jona. Ky ishte epizodi i Open Studio, emision që ja kemi kushtuar zgjedhjeve parlamentare të jashtëzakonshme. Po besoj do të shihemi me kandidatë tjerë që kanë potencial edhe të shohim ofertat e tyre. Juftojmë gjithëve që shprehni interesim të jeni pjesë e kësaj studio, keni çfarë tregoni dhe keni arsye pse votuesit ju votojnë juve dhe t'ju zgjedhin në Parlamentin e Kosovës, na shkruani dhe pse jo, të vini këtu dhe të shpalosni programet e juaja. Deri në emisionin e ardhshëm, bashkë, mirupafshim.